E thot studimi më i fundit, kafen nuk duhet ta pini përpara kësaj ore, ja çfarë ju shkakton. Mëngjesi nuk mund të ketë kuptim pa një filxhan kafe të ngrohtë, por ka një fakt që ndoshta nuk duhet ta konsumoni atë përpara orës 9:30. Kjo pasi studimet kanë treguar se sjell stres gjatë gjithë ditës. Kur pini kafe, kafeina ndyryn në nivelet e kortizolit që mund të çojnë edhe në rritjen e stresit dhe gjithashtu edhe të ankthit. Kjo është një arsye pse shumë persona fillojnë në ditën e tyre duke u ndjerë në ankth. Koha më e mirë për të shijuar kafen tuaj është pas orës 9:30 të mëngjesit, ku niveli i kortizolit është më i ulët. Ekspertët këshillojnë gjithashtu të mos e konsumoni kafen me stomakun bosh, pasi mund të ndikojë në çështjen tuaj imunitare dhe të shkaktojë gjithashtu edhe probleme me stomakun. Sigurohuni të konsumoni kafe pa përmbajtje të larta të sheqerit ose aditive të tjerë ëmbëlsues.